Këtë javë u ndjeva shumë Alma Çupi dhe thash, pse të mos e ki të bëj një gjë komplet të pazakonshme. Kështu që vajta bëra një xhiro me tren në Shkodër. Tani për ta qartësuar stacioni i trenit në Shkodër, siç e dim të gjithë, nuk funksionon. Po kjo ishte një xhiro simbolike në kuadër të një projekti të javës së Evropës. Tani sa për informacion të përgjithshëm ti keni për veten tuaj se nesër pas nesër 5 në 1 dhe ti dini 2 gjëra mos dieni. Në total rrjeti i kurorëve shqiptar ka patur 8 linja kryesore. Ndërsa sot ka sot ka akoma disa linja aktive, po janë vetëm për shërbime mallrash. Fakt tjetër shumë interesant është që nga Shkodra kalon e vetmja linjë në Shqipëri që është e kurorëre ndërkombëtare, sepse shkon deri në malin e Zi. Stacioni i Shkodrës ka funksionuar për transport pasagerësh nga viti 1982 deri në fund të vitit 2015. Pejësia maksimale dukshëm pas ka qenë 90 km/h. Pasi mbaruam xhiron që zgjati diku tek 20 minuta brenda tek stacioni i trenit për të vazhduar me pjesën e mbetur të programit artistik. Një lajm i mirë është që në të ardhmen e afërt linja Vor-Hani Hotit, që do të thotë që kalon edhe në Shkodër, do jetë funksionale prap. Është pjesë e një projekti që po e financon Bashkimi Evropian. Kështu që thoni ju që stat asgjë, kaq është ora e historisë për sot. Ky është momenti që të gjithë ju që pat këtë video deri në fund dhe ju pëlqeu shumë, të bëni like dhe follow se veten tuaj tregoni në fund të ditës. Ciao.